Radio Televizioni 21 sonte nis me skemën verore të programacionit. Nga ora 21:30 do të sjellim para jush një skemë ndryshe relaksuese verore në kuadër të emisionit 21 grad, apo jo Labi? Po, kështu është Leonora, përshëndetjet e ngrohtë për gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21, veç sonte kemi një arsye edhe shumë të fortë sepse ju servojmë shikuesve të Radio Televizionit 21 nga ora 21:30 emisionin 21 grad. Kjo po startojmë sonte edhe me një lajm shumë të bukur, ku vlen të bëhet gjithçka për shikuesit e Radio Televizionit 21, sepse ne sot e morëm lajmin, na cilësuan edhe na besuan, por edhe na shikuan. Vazhdojnë të na shikojnë, meritojnë që të bëjmë gjithçka për ta sa më tepër. Për shkak se sipas sondazheve dulem sërish përsëri, ma mirë të quaj kështu, të parët në Kosovë sa i përket shikueshmërisë. Po Labi, dhe sigurisht ne nuk do t'i zhgënjejmë asnjëherë shikuesit tonë me laramin e programeve tona, dhe rasti është edhe emisionis që sot do të startoshti me të, 21 grad, a është mjaft freskët, Labi, në mbrëmje 21 grad? Është freskët, po nuk e di freskin do ta kenë shikuesit, duke marrë parasysh se nxehtësinë e ditës ne kemi mundu ta sjellim një freski, sidomos mbrëmje, kemi mundu gjithçka me jap më të mirën sepse shikuesit janë ata të cilët e meritojnë. Çdo natë jemi që nga e hëna deri të premten, duke mos harruar për shkak se nuk jam unë Labi i cili do të jem ndoshta vetëm unë pjesë e këtij formati televiziv apo këtij emisioni i cili starton sonte, është Blerona Nikuqire, e cila do të jetë vazhdimisht bashkë me shikuesit, janë Robert Bojaj, Meti Alshiqi, Visar Kalludra, Meriton Mjekiqi, cilët vazhdimisht do të punojnë, do të sjellin mysafir gjëra të bukura dhe interesante për shikuesit e Radio Televizionit që ja vlen, për shkak se e di që edhe gjatë sezonës verës, edhe gjatë kësaj vape, ata që ndrojnë nuk ndahen asnjëherë nga ne. Kështu që ne kemi mundu ta japim maksimumin dhe ta japim më të mirën për gjithë ata të cilët vendosin edhe besojnë që të rinë bashkë me Radio Televizionin 21. Gjana të bukura dhe interesante do të mundohemi t'ju sjellim, ka rubrika interesante, po Leonor mbi gjitha vlen të theksohet sepse ne asnjëherë nuk i kemi lënë ana shikuesit. Janë ata të cilët ne do të komunikojmë drejt për së drejti bashkë me ta, do t'i kemi telefonatat e hapura bashkë me ta, ku do të diskutojmë për shumë çka bashkë me ta. Nëse doni unë për ju jap edhe informacionin kush janë mysafirët e parë për sonte, po zbulojmë këtu te 21 Live News. Ose do t'i lëm surprizë, do shta më mirë. Që do t'i lëm surprizë, ta ndjekin emisionin shikuesit dhe t'i shohin. Ti s'qet. Okej, po e lëm pra surprizë. Kështu që më mirë po e lëm se sonte të shpalosim gjithçka nga platoja e Radio Televizionit 21 për shikuesit e Radio Televizionit 21 me 21 gradë. Faleminderit Labi shumë për këtë paraqitje. I dëshirojmë shumë suksese këtij programi.